E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të analizuar pak marrëdhënien e Mateos dhe Brikenës, që në momentin që ka përfunduar Big Brother, Mateo dhe Brikena din të na shijojnë duke qenë aktiv në rrjetet sociale, do të thënë din na falin atë dashurinë që ne e kërkojmë, atë dashurinë pa kushte. Së fundmi, kanë postuar në rrjetin e tyre social një video që po merr shumë vëmendje gjatë ditës së djeshme, që po përgatiteshin dhe po bëheshin gati për primin e parë të post Big Brother. Mateo ishte shumë entuziast, por edhe Brikena ishte shumë entuziaste. Çifti tashmë kanë kuptuar që konsiderojnë një dashuri të bukur, konsiderojnë një dashuri të mrekullueshme nga i gjithë publiku shqiptar, dhe këtë dashuri e kanë duar trokitur që të dy duke sjellur gjëra të bukura, do të thënë duke sjellur gjëra fantastike. Ato kanë sjellur në Instagramin e tyre një moment të këndshëm ku ndajnë një kënaqësi të dy së bashku. Si e bënte Brikena këtë kështu, nuk e di si e bënte, domethënë kështu ishte diçka. Zemra e Brikenës, që vetëm Brikena di ta bëj, e ka bërë këtë zemrën me Mateon për të treguar dhe për të konfirmuar që marrëdhënia e tyre është shumë e bukur. E kam thënë gjithmonë, do vazhdoj ta them, jam pro dashurisë, jam pro njerëzve që dashurojnë, jam pro njerëzve që falin kënaqësi shpirtërore, jam pro njerëzve të cilët e jetojnë momentin e tyre. Dhe Brikena dhe Mateo e jetojnë pafund. Në këtë video, çfarë shohun? Unë në këtë video le të analizojmë pak videon, Unë në këtë video shoh sy që shkëlqejnë. Do të thënë një Mateo që është jashtëzakonisht i lumtur dhe që është jashtëzakonisht i gëzuar, që e dashura e tij, personi shumë i shtrenjtë për të, Brikena, ndjehet e kënaqur në krahët e tij. Unë mendoj që Mateo, gjatë gjithë Big Brotherit, pa marrë parasysh se si do komentohet kjo, si do analizohet, luftoi që të bën për vete dhe të merr në një farë mënyre vëmendjen e Brikenës në të gjitha dimensionet. Dhe unë mendoj që Mateo arriti ta merr këtë vëmendje. Do të thënë, luftoi për këtë vëmendjen, ndoshta u shkatrua dhe emocionalisht, u prek disa herë, por ai arriti qëllimin e tij. Ishte edhe një farë lloj mesazhi për të gjithë njerëzit e tjerë të cilët kanë pikpyetje në marrëdhënie, kanë pikpyetje në dashuri, në qoftë se ne luftojmë, ne i arrim qëllimet tona dhe marrim atë që duam. Dhe pikërisht Mateo arriti në këtë rast që të merr atë që do. Brikena fantastike, Brikena jashtëzakonisht glamur, shumë e dashur, do të thënë dhe Brikena po tregon një tjetër dimension të saj që në fakt nuk e ka treguar kur. Dhe kjo mua më pëlqen. Këtë unë e duar trokaz dhe dua gjithmonë që ta shoh te këto njerëz. Do të thënë, këto të dy janë jashtëzakonisht mirë, themi mashallah, mos i marrim sysh. Brikena vazhdon të jetë në Tiranë, sepse ka shumë pyetje që më thonë Tiranë, a e din ku është Brikena, çfarë ndodh me të? Mateo dhe Brikena kanë lidhur tashmë një kontakt shumë të mirë bashkë, raportin e kanë të shkëlqyer. Unë nuk mendoj që raporti Brikenës erdhi nga fakti sepse Brikena e pa që Mateo është i suportuar jashtë, jo. Brikena thjesht, do me thënë, e bëri atë që ja ndjeu shpirti i asaj. Dhe sot unë mendoj që Brikena e gëzon atë ndjesi që ajo dëshironte ta thotë po që në Big Brother, por nuk arriti sepse kishte shumë pikpyetje, kishte shumë hamendësime në kokë, çfarë flitet për mua jashtë, çfarë thuhet për mua jashtë, si komentohen këto gjëra. Dhe mendoj që me këtë që ndërtoi, me këtë bindjen që ndërtoi tek Mateo, Brikena e arriti qëllimin e saj. Çfarë do të kemi nga çifti? Nga çifti do të kemi shumë të reja. Mateo, do me thënë, duket shumë gati për të sjellë gjëra të bukura, por gjithashtu edhe Brikena. Unë seriozisht dhe sinqerisht nga zemra ju uroj të gjitha të mirat e botës, uroj me shpirt që të gëzojnë, të festojnë dhe të jenë të lumtur ashtu siç na tregojnë në videot që ne po i shohim.